Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi vullin e pejgamberis Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, qoftë pasuri, qoftë familje, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, ndër ajetet e para në Kur'an thot Allahu subhanahu wa taala alif lam mim dhalikal kitabu la rayba fi. Pra, ky është një libër i cili nuk ka dyshim në te. Që do të thotë se e lidhi ngusht besimin se çdo ajet që vjen pas këtij ajet, pra duhet besimtari që të jetë i bindur se është i vërtet. Ndër ajetet të nderuar vëllezër që duhet të gjejnë vend dhe të jetë besimtari i bindur, është kur e përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe cilësitë e tij dhe thot wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet sipas dëshirave dhe hamendjes. In huwa illa wahyun yuha, mirë po është shpallje që i zbret atij. Pra çdo gjë që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu, na ka lajmëruar dhe kështu me radhë, janë shpallje nga Allahu subhanahu wa taala dhe nuk janë për hamendje dhe qefe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo tregon rëndësinë që kanë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke lexuar një hadith të nderuar vëllezër, edhe pse para 1400 viteve apo më tepër, e gjeta a thu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte dhe jeton në mesin tonë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mali wa sharaf li dinihi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na pron një shembull të nderuar vëllezër. Dhe është interesant se Allahu subhanahu wa taala shumë ajete në Kur'an na pron shembuj dhe thot daraballahu mathala, Allahu juve ju pron shembuj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na pron shumë shembuj. Arsyeja është që ta kuptojmë dhe ta marrim mend rastin më lehtë. Pra nëse i tregon dikujt diçka, larg shembujve, gjasat që ta harrojnë janë shumë lehtë. Mirë, po nëse i tregon dikujt diçka dhe ja përafron dhe ja ilustron me shembuj, e kupton më lehtë dhe e man mend kohë më gjatë. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na pruni një shembull të nderuar vëllezër dhe thot: "Ma dhi'bani ja'i'an." Thot dy thot ujq të uritur thot në mes të një kopeve thot dhe një tufe me dele thot, nuk i bajnë ma shumë dëm se sa i ban dëm lakmia e njeriut për pasuri, për famë dhe për pozit. Pra të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tërhek një paralele dhe na pron dy shembuj. Dy shembuj dhe dy gjëra të rëndësishme. Kopeja apo tufja e deleve për çobanin është shumë e rëndësishme, sepse ndoshta mund të jetë pasuria e vetme e tij. Thot dy ujq thot të uritur thot në mes të kësaj tufe. Çdo kush prej nesh mund ta paramendoj se sa mund të bëjnë dëm. Një ujk, e çka është puna dy ujq. Të uritur mund të bëjnë shkatrim në një tufe të deleve. Ashtu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo nuk është më pak, nuk i bën dëm se sa mund thot t'i bëj fesë së besimtarit lakmia që ka njeriu për pasuri, lakmia që ka njeriu për famë dhe lakmia që ka njeriu për pozit. Të nderuar vëllezër, gjithë e dim se gjërat të cilat të dëmtojnë fen
gjërat e dukshme, siç është vjedhja, immoraliteti, droga, alkoholi dhe kështu me radhë. Gjithë këto e dim se këto i bajnë dëm fesë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i përmendi këto gjëra që i bajnë dëm fesë, këtë hadith. Po dëshme na tregu neve se është diçka që ndoshta njeriu fare pra nuk i shkon ndërmend se ajo mund t'i bajë dëm. Ajo nga brenda pra fillon dhe e shkatron fenë e njeriut. Mu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tërhoqi vërejtjen se ka mundësi diçka në esencë të jetë e lejuar, siç është dashuria për pasuri. Dhe nuk duhet shumë argumente ta vërtetojmë një gjë të tillë, sepse dashuria për pasuri dhe kështu me radhë është instinkt njerëzor që Allahu subhanahu wa taala e mbjellin në brendsinë e njeriut dhe tha innakum tuhibbuna al-mala hubban jamma. Thot ju thot e doni thot pasurinë. Pra nuk ka problemi nëse njeri e don dhe mundohet që këtë dashuri ndaj kësaj gjaje ta arrin në brenda suazave të lejuarës, momentin që arrin, pastaj t'i kryen obligimet që ka ndaj kësaj pasurie dhe kështu me radhë. Po ashtu edhe çështja pozitës të nderuar vëllezër, ka raste ku mundet një njeriu t'i obligohet marrë një pozitë të caktuar dhe kështu me rëndësi. Po ashtu te çështja e famës, ka mundësi që një njeri të ketë famë, Allahu subhanahu wa taala t'ja dhuroj këtë famë pa lakmin dhe dëshirën për këtë person, mirë po thjesht Allah i ka dhënë famë dhe këtë famë dhe këtë ndikim e shfrytëzon në gjëra, në dobi dhe në gjëra që i shërbejnë Islamit. Mirë po të nderuar vëllezër, ku është problemi? Siç thash, nuk ka problemi ta dom pasurinë. Nuk ka problemi ta dom një pozitë nëse e shohim që jemi meritor për atë gjë. Problemi është të nderuar vëllezër lakmia, që të ngritet njeriu edhe një shkallë më shumë se sa dashuria, edhe ajo është lakmia. Pse? Momentin që njeriu e lakmon pasurinë, ke ky njeri nuk ka kufi. Sepse lakmia është që nuk njeh kufi, me çdo kush duhet me arrit tek ajo gjë. Pa marrë parasysh në mënyrë të lejuar, në mënyrë të ndaluar, unë duhet me arrit tek një pozitë e caktuar. Pa marrë parasysh në mënyrë të lejuar apo në mënyrë të ndaluar, unë duhet me arrit tek një pasuri e caktuar. Pse? Lakmia të nderuar vëllezër nuk metë në shkallën e dëshirës thjesht që mund njeriu ta menaxhojë dhe ta kontrollojë dhe ta arrijë në mënyrë të duhur, po thjesht lakmia vlon nga brenda njeriu dhe nuk e lën rahat derisa të arrijë tek ajo shkallë. Dhe jemi të nderuar vëllezër, jemi dëshmitar të kësaj gjaje. Sot gjithë kemi rrjete sociale, media dhe kështu me radhë. Nëse i shikon mediat dhe gjëra të cilet i ekspozohet rinis dhe popullit ton për fat të keq, vetëm ato që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala, e shohim se gjithë ato të nderuar vëllezër sillen ke këto 2 apo 3 gjëra. Si një njeri do të arrit tek një pozitë, tek një pasuri e caktuar. Dhe një njeri dhe një organizatë dhe kështu me radhë ka agent të caktuar që në një mes të prishet morali. Dhe ky e financon një serial të caktuar, një emision të caktuar dhe kështu me radhë, dhe dalin njerëz të cilët janë në gjendje ta realizojnë një këtë agent të caktuar. Si rezultat, si themi, është pasuria. Pastaj që të realizohet kjo agent e caktuar dhe ky emision i caktuar, kërkohen që edhe disa njerëz të hyjnë në ato misione të caktuara, siç janë Big Brother dhe kështu me radhë. Dhe të nderuar vëllezër, e gjithë trekëndshi sillet famë, pasuri dhe pozitë. Dhe nuk ka shumë, nuk duhet shumë që ta vërteton këtë gjë. Ato të cilët hyjnë në ato emisione të nderuar vëllezër, për 2 arsye hyjnë. Ose kanë japë çmime të caktuar dhe hyjnë atë që të arrisin çmim të caktuar dhe të fitojnë atë çmim, ose tjetri ndoshta ka mundësi financiare dhe nuk e ka qëllim kryesor pasurinë, sa e ka për qëllim famën, që të bëhet i famshëm. Momentin që hyjnë në atë emision,
siç dihet pra, siç janë do statistika, me mina dhe me mina shikime, pra i përcjellin njerëz, ndoshta 2 vet janë duke fjet, tregon 50.000 shikime kanë përcjell, ndoshta një çift duke fjet. Pra të nderuar vëllezër, ky është realiteti në të cilin jetojmë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tërheqi vëmendjen për këtë realitet, a thu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është në mesin tonë. Pra thot, aq sa 2 ujq të uritur mund të bajnë dam, dhe çdo kush prej nesh mund ta paramendoj se sa mundet me shkaktu dam 2 ujq të uritur në një tufe të deleve të pambrojtura, aq thot e dëmton fen lakmia për pasuri dhe për famë dhe për pozitë. Sot këto lufta të nderuar vëllezër që bëhen, gjithë sillen rreth këtyre, o qoftë pozitë, qoftë pasuri, qoftë famë. Pra nuk del nga këto 3 gjëra. Mu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tërhoqi vërejtjen nga një gjë që, siç thash, pikpamjen e fillestare është diçka që në esencë ndoshta mund të jetë e lejuar si dashuria ndaj pasurisë. Njerëz thjesht nuk i vret shumë mendja tek kjo çështje, mirë po të nderuar vëllezër, siç thash, lakmia për këto 3 gjëra e shkatërrojnë fenë e besimtarit, ashtu siç e shkatërron pra kupen dhe tufen e deleve 2 ujq të uritur në një tufe të pambrojtur. Pra të nderuar vëllezër, kur thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha", ai nuk flet nga hamendja, mirë po është shpallje të cilët i shpallet. Pra kjo tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse jetoi një kohë ndoshta 14 shekuj larg nesh, na ka tregu dhe na ka dërgu mesazhe dhe na ka pru shembuj konkret, a thu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është duke jetu në mesin ton dhe është duke na drejtu me një mesazh duke na thënë, keni kujdes nga lakmia, keni kujdes nga lakmia për famë, keni kujdes nga lakmia për pasuri, keni kujdes nga lakmia për pozitë, sepse momentin që lakmia pra arrin në atë shkallë, pra lakmon nga brenda, atëherë njeriu i mbyllen syt dhe don me arrit me çdo kusht te këto 3 qëllime. Dhe këto pastaj të nderuar vëllezër, këto 3 do ta shkatërrojnë fenë e njeriu, fenë e besimtarit, aq deri në atë nivel siç e shkatron pra edhe e pruni shembull 2 ujq të uritur në një tufe të pambrojtur. Pra të nderuar vëllezër, të kemi kujdes nga kjo smundja, është smundja e lakmisë. Siç thash, njeriu ka obligim të mundohet. Mirë, por nëse Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë, atëherë duhet ta falenderoj Allahun subhanahu wa taala dhe duhet t'i kryej obligimet dhe kështu me radhë ndaj asaj pasurie. Nëse Allah i ka dhënë famë, ta shfrytëzojnë këtë famë dhe këtë ndikim që e ka në dobi të kauzës së Islamit dhe kështu me radhë. Nëse Allahu subhanahu wa taala pra i ka dhënë, si më thanë, një lloj pra pasuri, famë dhe pozitë, pra pozitën e tij ta shfrytëzoj në ata gjëra të cilat pra Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur dhe mos të bëjnë pa drejtë dhe kështu me radhë, sepse siç thash të nderuar vëllezër, këto 3 gjëra njerëz pra i preokupojnë derisa metën si dashuri të nderuar vëllezër, thjesht mundet njeriu ta menaxhoj dhe ta kontrolloj. Momentin që kjo dashuri shkon një shkallë më lart dhe bëhet lakmi, të nderuar vëllezër, është shkatruese për fenë e besimtarit. Lakmia, me lakmu. Çka do të thonë me lakmu? Me vlu për brenda vetëm arrit tek një qëllim i caktuar. Pra, nëse nuk i ke mundësi që të jesh i famshëm, pse me çdo kusht do të bëj gjeste? Pse me hyn Big Brother që të bëhesh i famshëm? Pse me bë vepra të ndaluara që të bëhesh i famshëm? Nëse Allahu s'të ka dhënë pasuri të si dikush tjetër, pse me arrit me kërku pasurinë në mënyrë të ndaluar që vetëm të arrish tek ajo pasuri? Pse nëse nuk e ke pra aftësitë dhe nuk e ke përkrahjen të arrish një pozitë të caktuar? Pse me çdo kusht dhe me të lejuar dhe me të pa lejuar don që të arrish tek ajo pozitë? Pra dhe këtu vjen ajo të nderuar vëllezër, që momenti që njeriu është i kënaqur me gjendjen që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë, do të jetë njeriu më i lumtur. Momenti që njeriu nuk është i kënaqur me atë që ka, atëherë reaktivizohet lakmia. Momentin që reaktivizohet lakmia të nderuar vëllezër, damet për fenë e besimtarit janë fatale. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na pron një shembull shumë të rrezikshëm. Një shembull që e shkatërron pra fenë e besimtarit.
ajo është lakmia për këto gjëra. E lutim Allahun subhanahu wa taala me na bën nga ato të cilët jemi të kënaqur me atë që Allahu subhanahu wa taala e caktoi për ne, dhe e lutim Allahun subhanahu wa taala që zemrat tona të jenë të pastërta nga çdo lloj lakmie, sepse siç thash, lakmia është e kushtueshme dhe kushton dhe ka llogari shumë të madhe kur të dalim para Allahut subhanahu wa taala, sepse nuk mundet njeriu pastaj momentin që është lakmitar ndaj diçkaje, nuk ka kufi, vetëm don me arrit tek ajo qëllim. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil